Kam kënaqësinë ju bëj me dije se në bisedë, në komunikim të drejtë për drejtë, kam profesorin Selami Xhepa, ekspert i njohur i ekonomisë. Zoti Xhepa, mirëmëngjes, faleminderit që pranot ftesën, që jeni në Report Televizion dhe kënaqësi të bisedojmë së bashku, edhe për gjithë ata që na ndjekin. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit juve. Në pak minuta do mundohem që t'ju bëj disa pyetje, le të themi edhe të thjeshta që ndoshta mund t'i ketë çdo qytetar shqiptar dhe çdo kush që na ndjek. Një buxhet të vitit të ardhshëm, në këtë rast 2026, me atë shumën 8.8 miliard euro, me çfarë elementësh mund ta kuptojnë qytetarët ose çfarë vlen për t'u theksuar nga një buxhet i shtetit që është ligji më i rëndësishëm ekonomik? Shko, buxheti dihet që është taksa që ne si qytetar kontribuojmë për të garantuar të mirat publike, kështu që në thelb është një kontribut që shoqëria bën për ndërtimin e vendit vet, dhe nga kjo pikpamje, mënyra se si alokohen, se si shpërndahen këto burime, tregon njëkohësisht edhe një lloj filozofie se cilat janë prioritetet që një vend zgjedh për të fokusuar, si thua, në përpjekjet e veta financiare. Në gjatë kësaj kohe, historikisht në Shqipëri, ne kemi paguar taksa dhe tatime për të financuar kryesisht përmirësimin e infrastrukturës dhe modernizimin e infrastrukturës vendit, e cila historikisht ka thithur një pjesë më të rëndësishme të taksave tona. Kemi paguar për arsimin, për shëndetësinë dhe për gjithë ato që janë mirat publike, por duke parë disa nuanca të caktuara, ne mund të nxjerrim të cilat mund të jenë prioritetet buxhetore, si thua, nga një periudhë në një periudhë tjetër. Dhe ajo që spikat për shembull në buxhetin e vitit 2026 është qartazi një zhvendosje e parave publike drejt të financimit më të lartë të mbrojtjes. Dhe kjo është tashmë një fatkeqësisht një realitet i dhimbshëm, por që do të jemi të mësuar ta shikojmë në mënyrë permanente për gjatë gjithë viteve në vazhdim, ku do të jemi të detyruar të sakrifikojmë më shumë për të fuqizuar mbrojtjen edhe si pjesë e detyrimeve ndaj anëtarësimit në NATO. Kështu që është hera e parë që Ministria e Mbrojtjes merr një buxhet do të thoja shumë më të lartë krahasuar me gjithë periudhat e kaluara. Prioriteti i dytë duket që ka një rritje më të fortë për mbështetjen e skemës pensioneve dhe për të vazhduar reformën e pensioneve, që siç dihet ka një objektiv për të arritur tek pensioni mesatar në 400 euro. Kështu që edhe shuma e parave që shkojnë drejt financimit të skemave kontribute shoqërore ka një rritje të dukshme. Dhe së treti do të thoja ka një rritje do të thoja të lavdërueshme edhe për sistemin e arsimit, krahasuar gjithashtu me periudhat e kaluara. Kështu që këto treja do t'i konsideroja si rritësitë e buxhetit për vitin e ardhshëm. Diçka që nga këto treja ne na intereson më shumti është çështja e pensioneve. Si ju duket, zoti Xhepa, le të themi kjo shpërndarje e bonusit çdo muaj dhe më pas edhe kategorizimi, sepse ne kemi bërë llogarit dhe pak a shumë diçka të thjesht mund ta kuptojmë që për një sër kategorish me rritjen më të madhe përfitojnë më shumë krahasuar me bonusin momentalisht, por për kategori të tjera është pak, madje në 2 vitet e para nuk arrihet edhe ai bonusi që do të merret këtë fund vit. Ju si ju duket? Shiko, skema e pensioneve në Shqipëri vazhdon prej kohësh që të jetë shumë problematike dhe fakti që pensioni mesatar në Shqipëri mbetet dukshëm më i ulët se në gjithë vendet e tjera, është reflektim së pari i dobësisë së skemës në vetvete dhe i nivelit të ulët të ardhurave që vetë sigurimet e Institutit Sigurimeve Shoqërore garanton përmes grumbullimit të kontributeve. Kështu që dhe këtu faktor ose do thoya përgjegjësia kryesore lidhet me nivelin e lartë të informalitetit në ekonomi, e cila ka dëmtuar si buxhetin në tërësi dhe në veçantë dhe skemën e pensioneve. Sidoqoftë, unë mendoj që është e vonuar që ne po hym në një indeksim më të fortë të pensioneve për të kompensuar rënien e ndjeshme të fuqisë blerëse për këtë kategori të popullsisë që është goditur në mënyrë shumë më të fortë nga krizat e inflacionit, sepse shporta e produkteve që ato konsumojnë ka patur një rritje shumë herë më të lartë të inflacionit krahasuar me nivelin mesatar të tij. Kështu që do thoya gjendja sociale e kësaj kategorie të popullsisë është realisht problematike. Kështu që personalisht e konsideroj shumë të vonuar përpjekjen për të bërë një indeksim më të fortë, duke transferuar para nga buxheti i shtetit, edhe për arsye se siç e thash, vetë kontributet e sigurimeve shoqërore nuk e mundsojnë kryerjen e pagesave më të mëdha.
por si shoqëri duhet jemi të përgatitur për të paguar më shumë për këtë shtresë shoqërore, sepse në fakt kontributi i tyre në shoqëri dhe në ekonomi meriton shumë më tepër nga sa fatkeqësisht ata janë paguar gjatë gjithë kësaj periudhe. Kështu që përpjekja që po bëhet mendoj është e lavdërueshme, sidoqoftë unë mendoj që mund të ishte bërë edhe më shumë sepse alokimi vetëm rreth 110-115 milion euro